Si personi seancën e sotme dhe a është ajo çfarë ti pritet në situacion? Njerë, faleminderit për medejave. Seanca sotshme dikush folën për kablin, dikush folën për APP aparat, kanë kaluar 4 vite, akoma merren me këto gjëra. Unë veç një gjë mund ta them. Kabli fajet, APP aparat fajet, vetëm ku janë njerëzit. Leri krejt fajet, në tilon krejt me njerëzit ku janë. Edhe masane gjyqtari duhet me qenë këtë rend pak me jashpër, sepse nëse edhe gjyqtari kalon pjesën e korupcionit apo krimit, do me thonë s'ka më këtu asgjë. Na gjege për treti, për katri, mbas 4 vite. Veç këto mund me thonë. Tani e ka radhën gjyqtari. Ako može na makedonski spista? Ne zbordovate makedonski? Apeli jonë gjithmonë ka qenë pi fillim 4 vjet shkuën nga ky rast, apeli jonë gjithnjëherë ka qenë se drejtësia dale drejtësia nere për gjithmonë, si themi ne. Djegja e spitalit, nuk ka akuzë për djegjen e spitalit, që e dini edhe ju, që është një akuzë për mos kujdesin e këtine personave, o ka pat peperas, ka pat pepe aparat. Nuk është akuza për djegjen e spitalit, se si a djeg spitali. Kështu që ne presim nga gjyqtarin, nga apeli, ku Gustivar, ku është ai gjithë, kese drejtësi, pa dhe kese se din. Na makedonski ako može nga vendimi përfundimtar? Ne nga vendimi përfundimtar presim dënimi tekse maksimalit e dënuarve. Të marrim me dënimin e merituar, duhet 14 persona, pavarësisht PP aparat, apat, aspat. Ata kanë humbur një ndjek për zgjalli. E drejtësia dale nere për gjithmonë të marrë dënimin e merituar. Isto Gdadov, izdava Gdadov në makedonski. Se ka shumë. Na прашања што кажете да ги кажете Se znaje vinata što je za modelanata, ne se vinovni ove što se vinovni сега za požara što se случило modelanata, se vinovni zašto ne se внимателни на работното место. Дали имаше ПП апарат или не. Не е виновен за пожарът, како се случи пожарът во модуларната болница. Не треба да има по-добро, повеќе такви, мислам, за пожарът да се вземат мерки, не за ПП апарати дали има, дали нема. Мислите дека обвинителството не се заврши работата? Не, затоа обвинителството не е заврши работа како што треба. Требаше виновни да бидат пожарот како доаѓа и отие. Представете се само.